Kështu që unë prej frikës që mos arsimtarja po vdes. Por jo, arsimtarja merit është e fort, s'ka kushdo që e ndalon. Dhe më thonë zhgënjimi i jonë për mërgem jashtë vendit vjen nga mos puna e mirë për rinin aktuale nga njerëzit në pushtet. Kurse nëse ne vetëm e pranojmë këtë gjendje aktuale dhe nuk mundohemi ta ndryshojmë, atëherë veç nuk po mbetet asgjë. Lidhja jem me atë person, me atë arsimtare të gjeografisë u forcu shumë. Unë kam fillu me shkrujt me një editor personal. Ose jemi vetë, nëse ka ndonjë pjesëtar tjetër të komuniteteve pakic, na ulim bashkë me të. A mundesh më na tregu se kush është Mejremi Goliqi? Unë jam Mejremi Goliqi, kam 22 vjet. Para një muaji kam përfunduar studimet bachelor në psikologji në Universitetin e Prishtinës, kurse para një viti i kam përfunduar studimet e gazetarisë dhe komunikimit masiv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përgatësisht në Universitetin e Arizonës. Jam autore e 4 librave dhe kam filluar me shkrime që nga mosha 15 vjeçare. Jam fituese e disa çmimeve dhe 10 mirënjohjeve, kurse tash jam kandidate për asambleiste në komunën e Lipjanit. Qysh e menonte fëmijën tonë? Okej. Fëmijën tim kur e kujtoj më së shumti i mendoj gjërat e shkollës, sepse koha më e madhe pjesës së fëmijërisë e kalon njëri në shkollë. Dhe si një person i një komuniteti pakic edhe që vrehet edhe që e din rrethi, ne besoj që të gjithë e kemi pas fatin e njëjtë që në bankat e shkollës me qenë gjithë në bankat e fundit. Për arsye se ashtu kanë vendosur mësuesit. Kështu që në fëmijërinë time më shumë mendoj duke qenë e fundit për arsye të jo të arsyeshme. Dhe në klasën e 5 e kam pas rastin me shku në Gjermani dhe kemi jetu atje për 2 vite. Atje ka qenë një sistem krejt ndryshe ku domethënë kur u kthym prapë pas 2 viteve, unë ndjeva shumë keq shkaku që sistemi i Gjermanisë atje i arsimit me Kosovës ndryshonte totalisht. Nga mosdallimi fare atje u ktheva prapë në Kosovë, ku prapë isha në bankat e fundit dhe isha prapë një vit më mbrapa sepse nuk e pam të arsyeshme që kam qëndruar atje 2 vite, nuk më njeh arsimi i Gjermanisë dhe vend se më u kthye në klasën e 7 prapë u ktheva në klasën e 6. Kështu që kjo nuk ka pas fort rëndësi sepse unë do isha vetëm me e vazhdu shkollimin, mirë po ka pas rëndësi dhe motiv të keq arsyeja që unë kam qenë në bankat e fundit të shkollës. Kështu që gjithçka me jetën time fillon nga bankat e fundit të shkollës, ku edhe gjithë ky bagazh vjen nga ky shkak. Ku e ke marrë motivimin për me studiu, me shkollu, të pas parasysh që komunitetet jo shumic bollizohen, diskriminohen edhe kush ka qenë motivi? Unë kur kam qëndru 2 vite në Gjermani dhe jam kthy pas 2 viteve, kam harru edhe me fol shqip. Me fol, ndoshta kom fol, mirë po me shkru edhe me lexu kam harru. Kështu që nga bankat e fundit shkollës, klasës, duke mos u përfshi askush në shoqërinë me mu, ka ardhur një mësimdhënëse në atë shkollë e re, e cila më herët s'ka qenë dhe kur më ka pa në fund, nuk e ka pa të arsyeshme mu me m'la në fund dhe më ka thirrë në bankat e para. Domethënë ajo u bë shkak që në çdo orë që kam pas me të, u dash me qenë bankën e parë dhe mos me qëndru e utuar ose tu i shiku perdet, mirë po me u aktivizu në klasë. Kështu që unë vetëm për shkak të saj, për shkak të fjalëve të saj, kam filluar me mësu vetëm në lëndën e saj, duke mos ditë ende me fol edhe me shkru me lexu mirë shqip, sepse si fëmijë 10 vjeçar nëse shkon në një shtet tjetër për 2 vjet edhe e përdor vetëm atë gjuhë, normalisht që i harron të gjitha. Por unë du mundu vetëm për fjalët e saj, unë lëndën e saj e mora notën më të mirë të mundshme. Kështu që kur pash që moj me qenë si nxënësit e tjerë, vetëm nëse du me punu në atë mënyrë, unë fillova me u aktivizu edhe në lëndet e tjera dhe duke mundu me e përvetësu gjuhën, shkrimin, leximin prapë. Kështu që për vetëm 3 muaj, unë nga notat të gjitha kaluese në klasën e 6 kam kalu në notat të gjitha të shkëlqyera dhe u bëra njëra ndër më të mirat në klasë. Kështu që pas këtij suksesi të madh, lidhja jem me atë person, me atë arsimtare të gjeografisë u forcu shumë, sepse mendojsha që më shpëtoi prej baltës,
ndoshta kisha pas një rrugtim këtë tjetër pas përfundimit të klasës 9, mirë po nuk ndodhi diçka e tillë. Lidhja ime me të vazhdoi të jetë shumë e fortë, kur në klasën e 9 ajo u sëmu. Dhe ka pas një pushim mjekësor 2 muaj rresh në shkollë. Unë s'kam ditë gjë për ta. Nxënësit e cilët gjithë kanë qenë shqiptarë atëherë në klasë, pak me mbullëzu, pak me mguc, më kanë thënë që ajo e ka një sëmundje shumë të rëndë, një sëmundje që s'ka shërim dhe që ajo më nuk kthehet në shkollë. Ç'e ke priti këta kur veç kanë bullizu nxënësat e klasës që arsimtarja e ka një sëmundje të rëndë dhe është tepër keq. Unë nuk e kam ditë që ka qenë vetëm ngacmim apo bullizim apo veç çesharoke, unë e kam ditë që ka qenë e vërtet, sepse fatkeqësisht atëherë ishte edhe muaji tetor ku është dita e ndërgjegjësimit kundër sëmundjes së kancerit dhe kishte postera gjithkund. Dhe pikërisht për këtë sëmundje ata më thonin që arsimtarja e ka. Okej. Ç'e ke përjetu ti? Unë kam fillu me shkrujt me një editor personal. Edhe ç'a ka ndodhur? Unë kam fillu me shkru se si ndjehem në atë editor personal. Dhe kam shkru poezi për të, si 15 vjeçare. Duke shkru poezi për të, mbusha editorin plot. Më herët shkruaja vetëm ditët e veçanta të shkollës ose diçka të tillë në editor. Mirë po e posh që poezit po lidhen shumë mirë, shkrimet po dalin shumë të mira. Nuk e kam ditë nëse ajo ka me pas mundësinë me i lexu ndonjëherë ose jo. Mirë po, ajo pas 2 muajve u kthyi në shkollë. Unë s'e kam ditë, veç kur e kam po. Edhe ja kom dhuru fletoren, ja kom dhuru edhe një buçet pastaj, e cila i ka pëlqyer shumë, edhe unë ndjehem ahnitur. Domethënë ditorin me poezi e ka lexu për pak kohë. Ma ka kthy, i kam pëlqyer shumë, e ka bo një kopje sepse nuk e ka mendu që ma vonë ai do të jetë libër. Kur shkova në shkollë të mesme, isha prapë vetmja e komunitetit Pakic, isha prapë në fund për ditët e para të shkollës, mirë po sapo filloi procesi i rregullt mësimor, edhe profesorët e pan atë që unë e di dhe që jam me aft, prapë unë fillova të bëja kryesorja e klasës, ndoshta edhe e shkollës, për të qenë ma modeste, nuk po them ashtu. Dhe unë fillova me pas kontakt me shtëpi botuese, sepse unë ende nuk e dija që arsimtarja nuk e ka atë sëmundje. Unë vetëm e mbaja në vete. Dhe flesja me të çdo ditë, se thosha nashta nesër nuk është. Mundohesha me i dhënë gjithmonë fjalë të mira, me i tregu se sa ka vlerë të hënë. Qysh ja ke shpreh? I shkrusha, nuk kom pas as pak marrë, nuk kom pas ndrojtje të tror. I thosha arsimtarit du shumë. Hiç nuk e kisha gojle. Ose ja shpresha gjithmonë me poezi të tjera. Unë kam shkruar poezi për të edhe pas klasës së 9, domethënë kur më nuk e kam pas atë, nuk e kam pa fizikisht ose diçka. Mirë po unë prap kam shku me vizitu me pretekstin se po shkoj për familjarë tjerë të cilët i kam pas shkollë, mirë po kam shku vetëm me vizitu atë. Për çdo 7 mars dhe për çdo ditëlindje të saj unë kam qenë në shkollë. Diskriminimi kryesor ose dallimi kryesor që bëhet në shkollat tona nashta nuk është shumë direkt, po është indirekt. Për shembull, na vendin e kena në shumicën e kohës në bankat e fundit të shkollës, të klasës. Ose jemi vetë, nëse ka ndonjë pjesëtar tjetër të komuniteteve Pakic, na ulim bashkë me të. Edhe unë që kam dhja dallim nuk është direkt që më thonë dikush të ki vendin aty ose meriton me ul atë. Mirë, po kërkosh nuk më ka vrejt, që unë nuk po bëj asgjë gjatë orës mësimore, që unë jam fond dhe edhe detyrat në grup kur i kem nuk i kam me kërkon sepse jam vetë e ulur. Kurse kur erdhi arsimtarja e gjeografisë, ajo e vrejti këtë dallim, e vrejti që unë nuk e meritoj aty me qenë dhe me thirrri në grupin e parë vetëm në orët e saja. Mirë po kur unë fillova me u bu nxënëse më e mirë, atëherë vetë gjithë nxënësit kam pas qef me ul bashkë edhe me pas bashkëpunim bashkë. Çka kom po unë është që unë e kam vendin aty. Shkaku që na nga parashkollore kemi pas qashtu vendin fund gjithë. Edhe nëse si fëmijë i shet gjithë këtu, tu bu në këtë mënyrë, është zeshkan, është një komunitet Pakic, do të me ul në fund, atëherë automatikisht të mpikset në tru që na i kemi vendin fund.
Edhe na qysh me qenë fillim, kurse na si jem shqiptare, se si jem sigurata. Une e kuptova që ne nuk e kemi vendin fund vetëm kur fillova me mësu shkaku i asaj arsimtares. Që ajo mos më thonë, hej, pse pikë shërpirdet, pse po rën e hutume, pse po rën, du më thonë tash jenë në fillim, mos mendo se tash pas 10 minutave ti ke me u aktivizu, për këtë shkak jam aktivizu. Edhe mas shkollës fillore, që ndodhi? Mas shkollës fillore jam regjistru në gjimnaz shoqëror në Lipjan. Prap kam qenë e vetmja në shkollë, se jo vetëm në klasë. Prap kam qenë në fund, automatikisht nuk e di ç'është ndodhi, mirë po e posh që unë u dash me ul fund. Secili heq me dikën, unë banka e fundit ishte e vetmja e lirë. Dhe unë u dash me ul në fund, pas ditën e 2, 3, 4, prap secili e pat venin e vetë, dhe unë e pata venin në fund. Mirë po kur fillon profat atëherë me kërku dijen se çka kemi mësu na në shkollë fillore ose diçka të tillë, aftësitë tona me i mot, me pyetje, përgjigje, atëherë e panë që shumicën e përgjigjeve i jepsha unë. Kështu që vetë vjen interesimi pastaj i grupeve kur duhet me u bashku me banka. Klasën e 10, kontakti me arsimtarin ishte më i pakët, sepse nuk isha më në atë shkollë. Mirë po unë fillova me fol në shtëpi botuese. Njëra nga shtëpitë botuese i pranoi shkrimet e mia, edhe e pranoj që ato me u botu me titullin qysh deshta unë, arsimtarja Merit, sepse emri i saj ka qenë Merit. Dhe tash mungeshin veç parët me botu librin. Nuk disha kur gjë hiç se çysh shkojnë punët me kërkesa, ç'kërkesa. Klasën e 10 sapo mësova me njërin lënd qysh me bo një kërkesë. Edhe unë që atë e mësova në libër që atë e bona një kërkesë me njëherë me një kompjuter të një shoqës, edhe dërgova në drejtorinë e kulturës në Lipjan. Kërkesa u vonojke derisa u shqyrtojke, kështu që unë prej frikës që mos arsimtarja po vdes, nga sëmundja imagjinare që nuk ka ekzistu fare te ajo, unë kam shku me fol direkt me drejtoreshën e kulturës atëherë. Kur e kom tregu ngjarjen, ajo ka përshpejtu shumë shpejt procesin dhe u pranu kërkesa ime, mjetët dolën dhe libri u botu. Kur u botu libri, ajo nuk e ka ditë. Ajo ka qenë ende në një pushim mjekësor. Tjetër nga ai lloji i mëhershëm, mirë po ende ishte në pushim mjekësor. E botova librin, e thira shoqën e saj në ngushtë me ma organizu një takim, sepse unë s'mësha me i thonë hajde se ta kom bo një libër. Edhe ajo ishte në pushim mjekësor. Shoqja e saj në ngushtë e thiri në shkollë, edhe unë kam trokit në derën e drejtorit. I kanë thonë, çu Merit hapet derën. Kur u ngrit ajo me hap derën, unë e vetëm se kam qenë me librin dorë. Edhe e ka pa librin, e ka ditë me njëherë se çka është. Kemi pas një përqafim shumë të grët. Nuk ka ndodhur ai përqafim me 6-7 muaj, sepse se kam taku. Edhe më interesantja e krejt kësaj është që libri u botu me 7 mars dhe është dhuru me 7 mars të ajo. Me 7 mars, unë në momentin që kalon mesnata, unë gjithmonë e kam me ja shkru mesazhin asaj, sepse ashtu du me konë shumë e veçantë ajo, edhe jam e di këtë. Mirë po ka mundu shumë me i tregu se sa shumë e veçantë është për mu, duke i shkru mesnatë, 00 ora, të mëse konsiderua ka familjara jo. Mirë po tash jam pjesë e pandashme e jetës së saj. Pse ka që veçantë arsimtarja Merit? E veçantë sepse më nxorri nga një rrugë e cila do të më kishte dërgu mu me një vend shumë të keq. Për shembull, nëse unë kisha vazhdu me qenë fund, mos me u socializu me kërkon, mos me u interesu për libra as pak. Nuk e di se çka kisha vendosur në pas klasës 9. Edhe nëse e kisha vazhdu shkollën e mesme, nuk e di se çka kish me ndodhur me mu pas shkollës mesme. Kurse unë përfundova shkollën e mesme me shumë sukses. Madje kam edhe një mirënjohje nga drejtoria e arsimit si nxënësja më e veçantë e atij, asaj gjenerate. Dhe është për mu bën e men për një nxënëse të komunitetit Pakicë. Unë jam friksu shumë që kur dal në gjimnaz nuk kanë me qenë mos i në shkollë fillore. Nuk kanë me më vlerësu mirë, jo shkaku i mos dijes tem, po shkaku i etnis tem. Sepse ne jemi mësu me ndëgju këso raste.
dhe nuk janë ndoshta shumë të veçanta për ne sepse jemi ushqy kështu gjithmonë. Mirë po e gjej rastin me i falenderu edhe me i përshëndet shumë secilin mësimdhënës që e kam pas deri tani. Sepse kur e kam pa, në momentin që e kam pa që unë e di, unë mundohem dhe nuk po shkoj shkollë pa një arsye, pas një arsye, ata kanë qenë shumë të mirë për mua. Edhe shoku që ata më kanë vlerësu mirë, edhe ashtu siç duhet për punën që unë e kom bo, atëherë unë vetëm kam vazhdu sepse kam ditë që puna e mirë vlerësohet. Nuk kam mendu ma që ku më ditë çka do që bëj, nuk vlerësohet, po bëj palitje, nuk kam e pas një vend shoqëri, ose s'kan me konsideru njeri fare, e të tjerë. Qysh ka nis me ndryshu trajtimi i shoqënisë kur të veç ke fillu në shkollë të mesme? Në shkollë të mesme, 3 ditë e para, kam qenë e ullur me një vajzë shqiptare në bankën e fundit. Dhe arsyeja vetme pse ajo është ulur me mua ka qenë sepse s'ka pas vend tjetër. E di që 3 ditë rresht i pata bo do pyetje si tilla për shembull nga vjen ose sa është ora ose çfarë shkolle ke qenë më herët dhe e di që në 3 ditë rresht s'ka marrë përgjigje. Pyetjet çdo ditë kanë qenë vetëm një pyetje, me këshyra po do me fol ajo. Pas ditës tretë ka fillu procesi i rregullt mësimor, siç e ceka edhe më herët, edhe unë isha më e mira në klasë. Ideja, gjërat mas mirë në klasë, kisha informata mas shumëti, edhe aftësi kisha mas shumë se tjertë. Kështu që unë automatikisht u bura bashkë me nxënësit më të mirë, edhe e formum një grup në bankat e para. Trajtimi i tyre me secilin prej tjerëve nuk më kam pas rastin me fol më herët, kështu që kam fol vetëm kur e kam pa aftësitë e mia, kështu që kanë qenë shumë të mirë. Nuk ka ekzistu as pak mendimi as në trurin tim që unë jam ndryshe prej tyre. Kemi qenë një. Mirë po me atë vajzë e di që mos kam fol kurrë, edhe pse ajo ka tentu me fol me mua ose me më kërku diçka, unë e di që ja kom lënë sin çashtu sikur ajo mua. Nuk i kam thonë pse s'mu ke përgjigj, nuk e kam kshyrë keq, vetëm se e kam dëgju kështu të pyetjen ose fjalët e saj edhe nuk jam përgjigj fare. Pas librit të arsimtarës Merit, çka ka ndodhur? A ka pas libra tjerë që keni shkruar? Pas librit të arsimtarja Merit, unë vazhdova me shkru sepse e pash që shkrimet e mia po vlerësohen prej njerëzve, po i dojnë, po thonë që shumë të mira, vazhdo, edhe shkrimet që kishin shumë mirë. Unë vazhdova me shkru ende. Përveç arsimtarës Merit, librit e parë, e kam botu edhe librin e dytë i cili titullohet Nëna dhe flitet vetëm për mirësitë e nënës, asgjë tjetër. Ai libër u botu në moshën 16 vjeçare. Libri arsimtarja Merit, të gjitha poezitë për të janë shkruar në moshën 15 vjeçare, edhe pse e kam botu një vit më vonë, mirë po janë shkrime femirore. Për shembull, arsimtarja Merit, Ylli i diturisë, Engjulli i tokës, Engjulli i lartësisë, ky është strofi i parë që e kam shkruajtur për të. Duke mos e ditë që a ka me u kthy ose a ka me pa najher ma ajo. Libri i tretë është Fuqia e fjalës. Fuqia e fjalës ka tregime për dallim nga 2 librat e parë. Ka tregime të cilët në fund e kanë një mesazh për lexuesin. Arsyeja pse thirret libri Fuqia e fjalës është sepse është një tregim i cili e tregon historien tem me atë arsimtare. Domethënë çfarë fuqie ka pas një fjalë soja, mos rrin fund edhe aktivizohu. Mos rritu me ndu në klasë, pse porën vetë, edhe ja, dhe më thonë rezultatit deri tash. Dhe libri i fundit është pak më patriotik, në vitet e fundit të adoleshencës, që njihemi pak më patriot për shtetin ku jetojmë, është Liria ka vepra, dhe është më shumë, është poezi, mirë po poezit nuk janë se çfarë po mendon edhe po e shkruan, por secilën ngjarje historike që unë e kam mësu, nga pellazgët deri tani shqiptarët, e kam shkruar në poezi, për shembull për pashallarët, për vilajetët, për luftën e fundit të UÇK-s, për ndarjen nga Perandoria Osmane, gjithçka ka atë me një libër 100 faqe me dikon 60-70 poezi. Që quhet libri i fundit? Liria ka vepra. Liria ka vepra. Po, dhe quhet Mejreme, a më nëshme nga prezentu libra që i ke shkru gjatë këtyne viteve? Po. Ky është libri që e kam shkru si 15 vjeçare. Është arsimtarja Merit.
Nuk kam pas as kompjuter as telefon atë kohë, e kam shkru mekanisht me një fletore të madhe. Dhe është dash me shku në të shtëpia botuse, fizikisht, me përdor kompjuterin e tyre dhe me i shkru krejt poezit. Posterin e kom bu vet, atë që kam pas buxhetin nga drejtoria e kulturës dhe kam dash me shfrytzu krejt për kopje. Kështu që në kompjuterin e tyre jam mundu me marrë disa yje, një glob, ca libra, bashkë për arsimtare e gjeografisë, sepse arsimtarja është e gjeografisë. Po. Libri i dytë është libri Nëna. E kam shkruar si 16 vjeçare dhe e kam botu si 16 vjeçare. Posterin e kam marrë diku online. Libri i tretë është Fuqia e fjalës. Ky ka tregime për dallim prej këtyne dy tjerëve dhe e ka një tregim ku në fund të tregimit secili e ka një mesazh të fortë për nxënësit nga klasa e 6 deri klasën e 9. Arsyeja pse e kam titulluar Fuqia e fjalës është sepse tregimi kryesor në të cilën e kam bazuar dhe emrin është historia jam me arsimtare. Domethënë një fjalë sa ja mos rën fond, mos më huto, mos i shiko perdet lexo, e ka sjell gjithë këtë rezultat. Dhe këtu janë dy dur, nëse vrehet mirë dizajni, ku kanë shumë shkronja, ti mund është pse ju mundohu, je fort, shkronjat e tilla, domethënë bashkohen fjalët në dy dur, dy persona. Dhe libri i fundit, ka fundi i adoleshencës që zhbuhemi në secili prej neve pak më patriot për shtetin ku jetojmë. Është libër i cili ka poezi historike. Është libër i cili flet nga pellazgët deri te shqiptarët e tanishëm. Dhe nuk është se çka komenduan e kom shkru, mirë po secilë ngjarje historike, sepse lendën e historisë e kam pas ndër më të preferuarat dhe jam fokusu shumë në të, secilë ngjarje historike e kam shkru në poezi. Domethënë për aq sa përmban libri, si për shembull për pashallarës shqiptar, për vilajetet, për tokat që më herët i kemi pas, mos i kemi, për ndarjen nga Osmanët, për personalitetet të shquara, për shembull Naim Frashëri ose Ali Poshtë Pelena e të tillë. Atëherë po e ndoj edhe njërin nga poezit në librin Arsimtarja me rit, dhe këtu vargje për shembull mundeni me vrejt se çfarë lidhje emocionale kam pasur me të. Çka bën shkolla pa meritën titullohet Poezia. Është shkruajt në kohën kur unë s'kom dit asgjë për të, përveç se është kënaqësi smur dhe nuk vjen më në shkollë. Çka bën qielli pa gjithësi, çka bën dielli pa ngrohtësi, çka bën hëna nëse s'ka dritë, çka bën shkolla pa arsimtarën me rit. Çka bën deti pa krijesa, s'ka çka bën mbetet i thatë, çka bën shkolla pa meritën, i mungon një yll i artë. Çka bën autori pa fjalë të veta, s'ka çka bën përveç kopjem, çka bën shkolla pa meritën, dikush bën veç imitim. Me imitime pa përvojë, çka do t'jetë kjo shkolla jon, por jo arsimtarja me rit është e fortë, s'ka kushdo që e ndalon. Në vargun që s'ka çka bën përveç kopjem, çka bën shkolla me imitim, domethënë erdhi një zavendësuese, mirë po unë pa arsye ajo e ka krye ato studime për me zavendësu arsimtarën sa ishte e smur, mirë po unë nuk më isha me u përshtat asesi, sepse s'më isha me pranu faktin që arsimtarja më s'është dhe s'do të jetë dhe do t'jetë një zavendësim për to. Dhe këtu jam mundu me metafora gjeografike, me e shpjegu lidhjen time me të, për shembull, çka bën deti pa krijesa, çka bën qielli pa gjithësi, sepse ajo ka qenë veç arsimtare e gjeografisë. Te libri Liria ka vepra. Kam zgjedh me nda një poezi e cila quhet Oj Kosova e rinisë, sepse e tregon shumë gjendjen momentale në Kosovë, tash e disa vite. Oj Kosova e rinisë. Oj Kosova e rinisë, o ti vendi dardanisë, ti je rënja i lirisë, nga e para me janisë. Ku po shkonin perëndim, ku po shkon në atë mallkim, gjakun tënd po e lën rënkim, as drejni ynë la një fjalim. Me mirë bajga në vendin tuaj, se sa vend mjalt në vend të huaj, thuaj unë Kosovën e ruaj, me fatin e saj ti mos luaj. Vjen ajo dita që do të pendohësh, por atëherë do të mësohësh, qamë për vendin tënd të mirë, si e ke lënë për këtë vend të shkret.
nuk ka vend ku të punoni, andaj si zgjidhje po mërgoni, pse nuk dalini val njëherë, pse po nguteni për çdo herë. Por ti vendin mund ta ndërrosh, më shoqëri duhet punosh, largohet ajo arme e vjetër, në shtetin ton vjen sistem tjetër. E atëherë falenderoni veten, vetëm kështu e mbani besën, e mirë është gjithçka mbi të gjitha vendi, do të bëhet mirë kur dini ta mbani rendin. Këtu kam desh me tregu se do më thonë zhgënjimi i jonë për mërgem jashtë vendit vjen nga mos puna e mirë për rinin aktuale nga njerëzit në pushtet. Kurse nëse ne vetëm e pranojmë këtë gjendje aktuale dhe nuk mundohemi ta ndryshojmë, atëherë veç nuk po mbetet asgjë. Kështu që këtë poezi e kam shkruajtur për këtë qëllim, që me qëndru, me punu edhe ju vetëm me shiku. Filluam të flasim shqip, jashar ëndra është plotësuar, nuk kanë ndjenjë më të bukur se sa në shkollë shqip me mësuar. Jasharet me synim, kur nuk rrinin heshtje, trëndafili me hidrim, thoshte unë kam etje. Nga të gjitha ato mundime, liria mbeti mbetje, faleminderit trimi e Jashar për Kosovën fjete. Familja Jashareve legjendare, ata neve na bën krenare, për Shqiponjen dy krenare dhe ushtrin çlirimtare. A mundesh më na tregu çmimet cilat i ke marrë si rezultat i këtyre veprave që i ke shkruar? Po. Atëherë kisha fillu me çmimin e shkollës mesme, dhe është historia interesante se si e kam marrë. Isha në përfundim të shkollës mesme dhe unë te drejtoria e arsimit vazhdoja me fol ende për impaktin që ka pas ajo mësimdhënëse tek unë dhe se sa e rëndësishme është dhe thesha që e meriton një mirënjohje. Kam insistu shumë dhe drejtoresha e arsimit në Lipjan atëherë e dërgoi një mirënjohje te arsimtarja Merit. Rrugës duke u kthy vesh me ftojnë zyre, edhe kur po ma dhuron këtë mirënjohje si nxënësja më e veçantë në Lipjan e gjeneratës tem, unë u habita edhe thash mos ke këtë kuptu, unë kam lëvu për arsimtarën me pas një mirënjohje, jo për vete. Më tha, unë e kom pas motin mendje, vetëm se e kam prit kohën, do më thonë përfundimi i shkollës mesme, nxënëse shumë e veçantë në shkollën e mesme. Lipjan. Çmimi i dytë që po du me tregu është Kurora e suksesit. Ky është çmim shumë i rëndësishëm, është nda nga zyra e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Dhe kjo është nda Kurora e suksesit, do më thonë për sukseset e mia, si nxënëse ende minorene kam qenë. Çmimi i tretë që po e ndaj me juve është çmimi Harmony Hero Award. Kjo është ndarë nga organizata Rajko, e cila punon në Kosovë, në bashkëpunim me ambasadën gjermane. Ky çmim e ka pothuajse vlerën e ka temën e njëjtë, do të thonë njerëzit që punojnë për harmoni, paqe dhe bashkëpunim mes njerëzve, siç kam punu unë, e ndajnë me njerëz të veçantë. Dhe kjo është e fundit, e kam marrë para disa muajve, jo shumë larg, është nga kryetari aktual i komunës së Lipjanit, Imre Ahmeti, dhe kjo është nda për aktivizmin tim dhe mos qëndrimin e heshtje asnjëherë. Çka tutje merri me Goliçi? Sa po i kam përfundu studimet bachelor në psikologji në Universitetin e Prishtinës, tani jam edhe studente e nivelit master në psikologji shkollore dhe edukim. Synoj që për pak vite, pas përfundimet e masterit, me u bo profesoresh në shkollat mesme për psikologji, lëndën ku e kam studiu, fushën ku e kam studiu, dhe me marrë mësim nga modeli im dhe me qenë një profesoresh shumë e mirë. Për fund, a mundesh me na dhënë një mesazh për krejt trit e komuniteteve jo shumicë se qysh me arrit me u kanë të integrum në shoqni edhe qysh me ja dalë si kur te që ja ke dalë që sot i ki 4 libra të votuar me këto çmime. Unë për fëmijët e komuniteteve pakic kisha thonë që mos pranoni gjithçka që ju ofrohet e servohet. Nëse ato nuk janë adekuate dhe të merituara për ju, mendoni jashtë kutisë dhe punoni sepse
i bindni njerëzit që ju nuk e meritoni me qenë në atë mënyrë dhe në atë pozitë. Kurse për të tjerët e cilët nuk i takojnë diskriminimet dhe dallimet për shkak të etnisë së tyre, punoni, jeni të lirë, vlerësoheni. Një ditë vlerësoheni, unë jam shumë e sigurt për këtë. Dhe nëse nuk besoni, vetë shikoni shembullin që e keni përpara dhe punoni. Unë jam kandidate për Asamblenë Komunale në Lipjan dhe besoj që përgatitja jam akademike më bën ideale për me u zgjedh në Asamblenë Komunale në Lipjan. Dhe unë i kam mendu 3 pika në të cilat kisha pas qef me u fokusu ma shumë. Unë besoj shumë se e ardhmja e ndritur për një komunitet, tash nuk ka lidhje shqiptarë, komunitet pakicët e tjerë, është kur e kanë fokusin e arsim të mirë. Dhe tash ne kemi shumë fëmijë të cilët e braktisin shkollën për arsye nga më të ndryshme. Ndoshta nuk është faji i tyre, ndoshta janë mësu që pas klasës 9 ata nuk do të më vazhdu, ndoshta janë mësu që pas shkollës mesme nuk do të më vazhdu, ose shkaku që po janë fond, ose nuk po kanë shoqëri nuk do të më vazhdu. Kështu që unë me programin tim kisha punu shumë që secili fëmijë me qenë i integruar në mësim cilësor, sepse ardhmja patjetër do të jetë e ndritur pastaj.